Zhvillime do të shkojmë në një tjetër raportim të drejt për drejt këtë herë nga Pallati i Sportit Faria Hoti, pasi ka nisur sot rinumërimi i vota i disa kutive. Në total do të jenë 44% e kutive në 4 qarqe të vendit. Kemi raportimin e koleges Daniela Maloku nga Pallati i Sportit Faria Hoti. Përshëndetje Daniela, atëherë janë hapur kutit e para për të verifikuar të Peqinit dhe Gramshit? Njërtil të përshëndes, pas krave të mi ka nisur rreth një orë më parë procesi i rivlerësimit dhe rinumërimit të votave sa i takon 4 qarqeve ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur me vendim të 2 anëtarëve të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve që të çel kutit dhe qoftë të verifikoj votat, por edhe materialet zgjedhore në një proces i cili pritet që të zgjas rreth një muaj. Ashtu sikurse theksova, janë pas krave të mi ka nisur ky proces, janë rreth 24 grupe numërimi të votave që do të bëjnë të mundur fillimisht në një proces i cili ka nisur rreth një orë më parë për kutit e votimit në qarkun e Elbasanit, konkretisht për Peqinin dhe për Gramshin, në cilat do të verifikohen 94 qendra votimit të KZAZ-s numër 45 dhe 52, ku do të verifikohen fletët e votimit dhe materialet zgjedhore. Ka nisur në Ertil, duhet theksuar me tensione ky proces që sikurse theksova është i rëndësishëm për të bërë verifikimin e materialeve zgjedhore, pasi përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë ngritur pretendimet e para. Bëhet fjalë për deputetin Blendi Imçi, i cili ka qenë prezent që prej minutave të para të nisjes së këtij procesi të verifikimit të votave, se në kutit e votimit në cilat tashmë ka nisur verifikimi i fletëve të votimit, theksoj verifikim dhe jo rinumërim i votave, por verifikimi i fletëve të votimit ka hasur në disa prej kutive të hapura fletë votimit të cilat nuk i kanë patur të dyja vullat. Është ky pretendimi i zotit Imçi, të cilit i është sqaruar nga antari i KAS se në çdo rast nuk do të bëhet rinumërimi i votave që në këtë rast ishin për Partinë Socialiste, por do të bëhet verifikimi. Pra, për të gjitha ato fletë votimi në cilat hasen parregullsi, do të jenë 2 numëruesit nga stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që do të bëjë shënimet përkatëse dhe më pas do të jetë në një fazë të dytë në vendimarrjen e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve për të vendosur nëse këto fletë votimi do të shpallen të pavlefshme apo jo. Ka patur edhe ngritje tonesh zëri nga ana e përfaqësuesve demokrat, qoftë nga zoti Blendi Imçi, por qoftë edhe nga Aurel Blubashi, por edhe po themi përfaqësuesit e tjerë që ishin si vëzhgues të Partisë Demokratike, duke pretenduar në fakt se këto parregullsi vërtetojnë pikërisht ato që Partia Demokratike ka ngritur si shqetësim, manipulimin e procesit zgjedhor, ndërsa pas krave të mi sigurisht që vijohet të diskutohet lidhur me parregullësit që mund të hasin vëzhguesit demokrat, por edhe numëruesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në të paktën fazën e parë të këtij procesi të rivlerësimit të votave, që janë pikërisht kutit e Elbasanit, për Gramshin dhe për Peqinin, ku ndryshe nga po themi qarqet e tjera vetëm rivlerësohen materialet zgjedhore dhe nuk rinumërohen votat, ndërsa procesi i rinumërimit votave është për qarqet e tjera. Ndërkohë, me këto ritme që po shikoni në këtë çast në Faria Hoti për kutit e Gramshit dhe të Peqinit, besoni se mbyllet sot dhe nesër fillon rinumërimi i Tiranës dhe qarqeve tjera me radhë, Fielit dhe Durrësit? Mbetet për të parë në fakt nga vullneti që do të kenë qoftë numëruesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra nëse do të ecet me ritmet e shpejta, por pretendohet që brenda ditës së sotme të mbyllet procesi i rivlerësimit të kutive të Gramshit dhe të Peqinit, duke qenë se vetëm rivlerësohen materialet zgjedhore dhe mbase kjo merr më pak kohë se sa rinumërimi i votave, që prej ditës së nesërme me gjasë do të nisë për Tiranën, për një pjesë për Durrësin dhe për Fierin,
por për sa i përket qarkut të Tiranës do të hapen të gjitha kutitë e votimit. Për brenda vendit janë 18 KZZ në total dhe 1282 qendra votimi në cilat do të numërohen qoftë votat për partitë politike, por qoftë edhe votat për kandidatët. Këtu është me interes jo vetëm për të parë nëse Partia Demokratike do të arrijë të marrë mandatin e 14 nga mundësia, edhe pse diferenca është e madhe dhe nga Partia e Mundësisë paktën pretendohet që nuk mund të arrihet marrja e mandatit të dytë prej saj. Nga ana tjetër me interes është edhe se si do të dalin votat e kandidatëve, jo aq shumë për demokratët, pasi diferenca mes Jorida Tabakut dhe Ilir Ali Mehmetit mbetet e madhe, se sa tek socialistët, ku diferenca mes kandidatëve fitues, veçanërisht në rastin e Blerina Gjylametit, e cila nuk fitoi mandatin, por e fitoi Olta Xhaçka, gjithsesi mbetet një diferencë e ngushtë, po themi. Megjithatë, po ashtu votat do të rinumërohen edhe sa i takon fierit, qarku të fierë të gjitha kutit për subjektet dhe për kandidatët, janë 9 KZZ dhe 587 qendra votimi që do duhet të numërohen në Ertil, dhe nga ana tjetër edhe për Durrësin, edhe pse Durrësi jo plotësisht, pasi për Durrësin do të numërohen 111 qendra votimi, të vetëm 2 KZZ-ve, pra të KZZ-s numër 21 dhe 22, ndërsa po ashtu do të numërohen 126 qendra të tjera votime të listuara nga Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe rreth 60 qendra votimi të kërkuara nga kandidati Aulon Kalaja, i cili në fakt të kërkesë të tij e ka mbështetur tek Partia Lëvizja e Legalitetit. Do të mbetet për të parë nga i gjithë ky proces i gjatë që në fakt pritet, sikurse e theksova më herët, të zjasë rreth një muaj, se cila do të jetë diferenca mes rezultatit aktual dhe rezultatit që do të pasohet nga ky proces rinumërimi. Po? Faleminderit Daniela për gjitha këto informacione, do të jemi së bashku edhe në minutat në vim.